Apo pini lëngun e gabuar çdo ditë? A e ke menduar ndonjëherë se një gotë lëng frutash, ajo që e quan e shëndetshme, mund të jetë duke dëmtuar zemrën, trurin dhe energjinë tënde më shumë se sa një pije e gazuar? Po, sepse realiteti është ky. Shumë lëngje frutash janë thjesht sheqer i pastër i maskuar si shëndet. Në këtë video ne nuk do të flasim vetëm për rrezikun, ne do të zbulojmë 4 lëngjet më të këqija që duhet i shmangeni menjëherë. 6 lëngjet më të fuqishme shëruese që rigjallërojnë trurin, zemrën, syt, qarkullimin, mëlçinë dhe veshkat. Dhe në fund, do t'ju jap udhëzimin sekret se si t'i alternoni këto lëngje për maksimumin e përfitimeve ditore. Përgatituni, sepse ky informacion mund të ndryshojë mënyrën si ushqeheni përgjithmonë. Por së pari, ju lutem vendosni një pëlqej videos dhe abonohuni në këtë kanal. Është shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë. Pjesa I. Lëngjet e këqija. Bomba me sheqer. Çfarë duhet të shmangin sidomos personat mbi 50, 60 dhe 70 vjeç? Shumë njerëz I shohin lëngjet e frutave si vitamina të shtrydhura në gotë, por e vërteta është krejt e kundërta. Sidomos për moshat mbi 50, ku trupi, pankreasi, mëlçia dhe zemra nuk funksionojnë më si në rini. Me kalimin e viteve, disa procese biologjike fillojnë të ngadalsohen. Qelizat bëhen më të ndjeshme ndaj sheqerit, pankreasi prodhon insulin më ngadalë, mëlçia nuk përpunon fruktozën me të njëjtën efikasitet. Enët e gjakut humbasin elasticitetin, zemra lodhet më shpejt nga flukset e larta të glukozës. Dhe lëngjet e frutave, sidomos ato komerciale, janë një goditje e drejt për të gjitha këto organe. Pse lëngjet e frutave janë problem te moshat e avancuara? Rrisin sheqerin në gjak brenda minutash, shumë më shpejt se sa vetë fruti. Nxitsin inflamacion në trup dhe tru, duke përshpejtuar plakjen qelizore. Lodhin pankreasin, I cili tashmë punon më dobët pas moshës 50+. Shtojnë rrezikun e diabetit të tipit 2. Mbyllin arteriet me trigliceride, duke përshpejtuar arterosklerozën. Ulin energjinë dhe përkeqësojnë përqendrimin. Pikërisht për këtë arsye, lëngjet që duken të pafajshëm mund të jenë të rrezikshme. 4 lëngjet që duken të shëndetshme, por janë të rrezikshme. 4. Lëngu I portokallit, mirazhi I mëngjesit. Shumë njerëz e kanë si ritual mëngjesi, por në realitet është një bombë sheqeri. Një filxhan baraz me 6 lugë çaj sheqer. Sheqeri dëpërton me një herë në gjak, duke shkaktuar rritje të glukozës. Rris trigliceridet duke ngushtuar arteriet, provokon inflamacion sistemik. Nuk ka fibra, prandaj nuk ngop fare, madje rrit urin. Zvendësimi shëndetshëm? Portokalle të plota. Fibrat ngadalsojnë sheqerin dhe mbrojnë mëlçinë. 3. Lëngu I mollës. Kur fibrat zhduken. Edhe ai që ka etiketën pa sheqer të shtuar është problem. 28 gram sheqer për një filxhan, shumë I lartë për personat mbi 50 vjeç. Fruktoza shkon direkt në mëlçi, ku kthehet në yndyrë, rrit rrezikun e sëmundjes së mëlçisë yndyrore, dëmton metabolizmin, provokon rënjen e energjisë 1-2 orë pas konsumit, nxit rezistencën ndaj insulinës. Zgjidhja e mençur. Moll me lëvushk, jep fibra, polifenole dhe ul indeksin glicemik. 2. Lëngu I shalqirit, përmbytja me fruktozë. Freskues? Po. I shëndetshëm? Jo gjithmonë. Ka shumë fruktozë në përqendrim të lartë. Rrit sheqerin në gjak, pothuajse me një herë. Rrit yndyrën në mëlçi, edhe te personat jo obez. Provokon inflamacion të fshehtë që rrit rrezikun e sëmundjeve kronike. Jo I përshtatshëm për konsum të përditshëm, sidomos për diabetikët. Ky lëng është mashtrues, freskues në shije, por e rënd për organet. 1. Lëngu I ananasit, bomba tropikale me sheqer, një nga lëngjet më të rrezikshme për shëndetin kardiometabolik. 25 gram sheqer për gotë, rrit nivelin e proteinës C reaktive, treguesi I inflamacionit kronik, rrit rezistencën ndaj insulinës, ngarkon zemrën dhe shton rrezikun e hipertensionit, shkakton varë të shpejta sheqeri, tragothe, lodh mendjen dhe përqendrimin. Zgjidhja e shëndetshme, feta të freskëta ananasi, përfitoni bromelainën pa sheqerin e tepërt. Në përfundim të kësaj pjese, mesazhi është I qartë. Mos leni që lëngjet e frutave të maskuar si të shëndetshme t'u dëmtojnë zemrën, trurin dhe mëlçinë.
Në moshën 50+, trupit I duhet mbështetje, jo sheqer I lëngshëm. Pjesa e 2. Lëngjet magjike që shërojnë organet. Këto 6 lëngje janë të mbështetura nga studime reale dhe nga ekspert të ushqyerjes. Ato rigjallërojnë qarkullimin, pastrojnë mëlçin, forcojnë imunitetin, ndihmojnë trurin dhe kujtesën, balancojnë presionin e gjakut, përmirësojnë shikimin, lubrifikojnë kyçet, forcojnë zemrën. Le t'i zbulojmë një nga një. 6. Lëngu I kastravecit, freskuesi I veshkave dhe lëkurës. Pse është I mrekullueshëm? 95% ujë hidraton qelizat. Ka kalium plus silic, ndihmon në reduktimin e kriprave. Pastron veshkat, qetëson sistemin nervor, përmirëson elasticitetin e lëkurës. Ky lëng është ideal për ata që luftojnë fryrje, presion të lartë, dehidratim, lëkurë të thatë. 5. Lëngu I domates, mbrojtësi I zemrës. I pasur me likopen, armiku kryesor I pllakëzave në arterje. Studimet tregojnë se ul presionin sistolik me 4 njësi, ul LDL të oksiduar me 10%, përmirëson elasticitetin e enëve të gjakut, redukton inflamacionin sistemik. Kjo është një pije që shumë të moshuar e neglizhojnë, por është thesar për zemrën. 4. Lëngu I karotës, heroi I syve dhe imunitetit. Beta-karoteni shndrohet në vitamin A, përmirëson shikimin, ndihmon në shikimin e natës, forcon imunitetin, mbron lëkurën nga plakja. Personat që konsumojnë lëng karote kanë 25% më pak rrezik për degenerim të syrit. 3. Lëngu I spinaqit plus selinos, kampioni I trurit dhe presionit. Një kombinim që pak njerëz e pinë, por është mrekullia numër 1 për trurin. Spinaqi, I pasur me lutein, forcon kujtesën, përmirëson shpejtësinë e të menduarit. Selino, ka thalide, çon në relaksim të enëve të gjakut, ul presionin me rreth 8 njësi në 6 javë. Ky lëng është perfekt për kujtesë, fokus, depresion dhe presion të lartë të gjakut. 2. Lëngu I panxarit, formula e qarkullimit dhe fokusit. Panxari krijon oksid nitrik, zgjeron enët e gjakut. Studimet tregojnë se rrit rrjedhën e gjakut në tru me 14% e persona mbi 50 vjeç, ul presionin me 5 njësi, rrit kapacitetin fizik, përmirëson fokusin dhe energjin. Kjo është një pije shumë e fuqishme për të moshuarit. 1. Lëngu I limonit plus xhenxhefilit, energjizuesi I mëlçisë dhe mendjes. Ky është lëngu numër 1 shërues. Përse? Limoni pastron mëlçin, ul rrezikun e gurve në veshka, përmirëson tretjen, nxit prodhimin e energjisë qelizore. Xhenxhefili ul inflamacionin me 25%, qetëson stomakun, përmirëson qarkullimin, lehtëson dhimbjet e kyçeve. Kombinimi I tyre rigjallëron trurin, ul stresin oksidativ, përmirëson humorin, furnizon zemrën me oksigjen dhe gjak. Udhëzuesi I përdorimit, program 6 ditor për shëndet maksimal. Për rezultate optimale, dita e pare, lëng kastraveci, hidratirm dhe pastrim veshkash. Dita e dytë, lëng domateje, zemër më e fortë. Dita e tretë, lëng karote, sy dhe imunitet. Dita e katërt, spinaq plus selino, kujtes dhe presion I balancuar. Dita e pestë, panxar, qarkullim dhe fokus. Dita e gjashtë, limon plus xhenxhefil, mëlçi, tru dhe energji. Dhe të dielën pushoni ose përsërisni lëngun që ndjeheni se keni më shumë nevojë. Përfundimi. Filloni ditën me lëngun e duhur në mëngjes, ndryshoni jetën. Mos harroni. Zgjidhja e një lëngu të vetëm në mëngjes mund të ndihmojë trurin vetë ndërgjegjësh për vite të tëra. Zemra ka nevojë për mbrojtje çdo ditë dhe këto lëngje janë mburoza më e mirë. Syt, mëlçia, veshkat, të gjitha përfitojnë. Filloni sot.
Një gotë në ditë, një jetë më e gjatë, më e fortë dhe më energjike.